Me propozim të kryetarit të komunës së Tetovës, Bilal Kasami, komuna do të ndajë vaucher në vlerë prej 100 eurosh për çdo fëmijë që regjistrohet në klasën e parë gjatë vitit shkollor 2026-2027 në shkollat e komunës së Tetovës. Sipas burimeve të televizionit Koha, këtë njoftim do e bëj publike vetë kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, gjatë fundjavës. Kjo masë synon të lehtësoj barën financiare të familjeve në prag të fillim vitit të ri shkollor, duke ndihmuar në mbulimin e një pjese të shpenzimeve për pajisjet shkollore dhe nevojave të tjera të nxënësve. Përmes kësaj iniciative, Komuna e Tetovës vazhdon të investojë në arsim dhe në krijimin e kushteve më të mira për fëmijët, duke i mbështetur ata që në hapat e parë të rrugtimit të tyre arsimor, thon për televizionin Koha burimet nga komuna. Sipas informacioneve të disponueshme në librat AM, në vitin shkollor 2026-2027 pritet që të regjistrohen së paku 1000 nxënës, që sipas përllogaritjes është dukshëm numër më i madh se sa në vitin e kaluar. Kjo del të jetë një lajm i mirë pasi që shumë vite më radh numri i regjistrimit të filloristëve shkon në rënje. Sipas kalkulimeve, komunës kjo ndihmë ndaj familjeve të filloristëve do i kushtoj rreth 100.000 euro.